A dini cila është familja më e dështume? Familja më e dështume që mundesh me pa ndonjëherë. Ajo familje që mundohet fals, duke qenë jo e realt, do të thonë një familje që kallëzohet, kishte jam e lumtur, ama ditë për ditë është familja më e keqe në shtëpinë e vet. Sa herë me potere, sa herë me belaja, sa herë me të këqija. Çka është familja më e dështume? A dini ç'është bëu familja më e lumtur? Kur ushqesh halal, kur e ngon fjalën e Allahut, e zbaton fjalën e Allahut, e do nënën tane, e do babën tan, e do gruën tane, e do fëmijën tan, e do farefisin tan, i do ketë, i ki mendim mirë për ketë, që shtu ti e ban familjen tane, familje më të lumtur. Se me qenë familje e falsifikume, që kallëzohesh para tjere, valla unë jam më i lumturi, shka kjo atë ban ti të lumtura? Tja për njerëzit tona. Kur ti ish në shtëpinë tane, edhe kur të zot gruaja jote që ti ke ardhur, di se atëherë ti je njeri i lumtur, e që është familje e lumtur. A nëse ti je në shtëpi si burr, ose gruaja, edhe fëmia tutët, erdh ky zullumçari, erdh kjo zullumçarja, shumë keq janë punë kështu. Pastaj ne dojna familjes mi thonë që banu më mirë në shtëpinë tane, se vetë që shtu ti e gëzon familjen tane, në gëzimin e familjes tane, gëzohet edhe Allahu Azza wa Jall.